Paqja dhe jeni Perëndisë qofshin me ju, vëllezër dhe motra. Jam I gëzuar që edhe një herë para kthimit të Zotit tonë Jezus më dha mundësinë që të takohemi, t'ju shikoj se është gëzim edhe në këtë përbashkësi edhe ne gjejmë identitetin tonë, sepse tashmë që ditën që Krishti na bleu me një çmim të patregueshëm, domethënë të pashmueshëm, haleluja, ne I përkasim të njëjti trup. Edhe kjo është mrekullia më e madhe që Zoti bëri, që nuk na la ashtu të humbur si dele, që t'iknim andej këtej si ato dele pa bari, po na mblodhi në kishën e Tij. Haleluja, na dha udhëzimet e dura, na dha të gjitha të nevojshmet që ne kemi nevojë. Prandaj ta falenderojmë Zotin, ju sjell përshëndetjet edhe të nusës time që nuk mundi të vinte me mua, po që ndosh në Itali, haleluja. Ju përshëndet në dashurinë e Krishtit, unë thash që do të vija këtu t'ju takoja. Përshëndet motra, vëllezërit, edhe kërkojmë që të luteni për neve në çdo kohë. Kemi shumë nevojë. Kemi shumë nevojë, siç e kam thënë gjithmonë sa herë që vi në kishën tonë këtu, edhe në Korçë, në Tiranë, po edhe këtu te juve që ju a kemi zilin, vëllezër. Haleluja. Ju a kemi zilin sepse kemi nevojë për atë kishën e vërtet, domethënë. Jo se atje nuk kemi një komunitet, atje po shkojmë në një komunitet, domethënë që Perëndia na ka dhënë hir të frekuentojmë, sepse nuk mund të jetojmë besimin të vetëm. Edhe për këtë falenderojmë Perëndin, edhe ata ju përshëndesin në dashurinë e Krishtit, përshëndesin edhe Barion, haleluja, nga ana e pastorit. Mirë vëllezër, nuk doja që të humb kohë, doja të lexoja një diçka që Zoti këto kohë të fundit ma ka vendosur me shumë peshë në zemër. Domethënë gjendet në librin e Kronakave, e Kronikave. Haleluja. Libri I Kronikave I dytë, më falni, po, e drejt. Haleluja. Lavt jemi të shit. Haleluja. Libri I dytë I Kronikave. Haleluja. Është një histori kur mbreti I Izraelit, ose më mirë mbreti I Judës I kërkon bashkëpunim mbretit të Izraelit për të luftuar, domethënë kundër armiqve të vet. Lavt jemi të Perëndisë. Haleluja. Do të lexojmë nga vargu 13. Kapitulli 18. Edhe mbas një dialogu që këta dy mbretër bëjnë me njëri tjetrin, lindi nevoja që ata të konsultojnë Perëndin. Haleluja. Edhe në atë kohë Izraeli nuk bënte asnjëherë asnjë hap pa konsultuar Zotin. Ishte një diçka shumë e rëndësishme për popullin e Perëndisë, që gjithmonë para se të nisej për një udhëtim, për një luftë apo për një betejë, duhet të konsultonte Zotin. Nëse Perëndia me të vërtet ishte me ta, ose nëse Perëndia me të vërtet kishte pararendur ata atje ku do të shkonin. Si shpeshherë Perëndia na tregon në shkrim që I tregonte mbretërve, shko thot se unë I kam dhënë në duart e tua, pa shkuar akoma ata që të luftonin. Edhe në këtë kontekst këtu është një dialog midis këtyre mbretërve, edhe mbreti I Izraelit thot, por Mikajau përgjigj ashtu siç është e vërtet që Zoti ron çdo gjë që Perëndia im do të thot, unë do ta shpall. Atëherë mbreti I Izraelit tek disa vargje përpara thot, a ka thot, haleluja, lavt jemi të shenjtë, a ka thot a ka në Izrael një profet tjetër që flet nga ana e Zotit? Edhe mbreti thot që po, është edhe një profet. Edhe thot që si arriti para mbretit, ai tha, a duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramofit të Galadit, apo duhet të heq dorë? Ai u përgjigj, shkoni pra dhe do t'ju dalë mbar, sepse ata do t'i jepen në duart tuaja. Edhe ishte pikërisht ajo që mbreti donte të dëgjonte. Por mbreti I thot, sa herë duhet të përgjërojmë që të më thuash vetëm të vërtetën në emër të Zotit? Shpeshherë ndodhemi përpara kësaj dileme, vëllezër, sepse fjala që dëgjohet gjithmonë nga kushdo që flet nga ana e Perëndisë, vjet shpeshherë në mendim, vjet në dyshim.
Edhe shpeshherë ne kemi atë vështirësinë për ta kuptuar, apo flet me të vërtet Zoti, apo flet me të vërtet fryma e Perëndisë që ne të mund të kuptojmë diçka, që ne mund të marrim diçka, që mund të përvetsojmë diçka. Edhe këtë kontekst e lexova thjesht vetëm për të bërë një krahasim vëllezër, sepse natyra njerëzore është e lidhur gjithmonë me këtë tendencë, me këtë dobësi, domethënë që të dëgjoj gjithmonë ato që dëshiron vesh i vet. Për të dëgjuar gjithmonë ato që ndoshta zemra e tij mendon apo ato që ai mendon më mirë. Por në këtë kontekst, ky mbret, edhe pse dëgjoi atë që dëshironte të dëgjonte, sepse ishte e kënaqshme që të shkojë në luftë dhe të kthehej fitimtar, përsëri nuk e beson profetin. Nuk e beson profetin edhe i thot, sa herë të kam thënë që të më tregosh gjithmonë të vërtetën, atë që thot Zoti, thot. Mika ja u përgjigj e thot, e pash të shtëpinë e Izraelit të shpërndar në male ashtu si vend që janë pa bari. Dhe Zoti tha, ata nuk kanë më Zot, le të kthehet secili në shtëpinë e vet. Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit, a nuk të thash se lidhur me mua ky nuk do të profetizoj asnjë gjë të mirë, por vetëm të keqen? Ja, na njerëz shpesh edhe gabimi njerëzor, domethënë, që kur jemi përballë me fjalën e Perëndisë, mundohemi ta kuptojmë me mentalitetin ton njerëzor. Mundohemi ta kuptojmë me mentalitetin ton, edhe ky mbret pikërisht po tregonte një diçka shumë të rëndësishme, domethënë deklaroi një diçka shumë me gojën e vet deklaroi, domethënë që vetëm fjala e Zotit është e vërteta, vetëm ajo duhet të flitet, por kur ajo fol ai nuk e pranoi. Edhe akuzoi pure edhe folsin. Edhe i thot mbreti tjetër, thot, a nuk të thash që ky njeri do të flasi kur një gjë të mirë për mua, por ajo që Zoti më kishte vënë në zemër që e mora thjesht si një pjesë, domethënë këtë pjesë këtë që doja që të lexoni, është që Zoti po përgatit zemrat tona. Zoti, kemi folur shpesh domethënë për kohët e fundit, Zoti po përgatit zemrat tona për çka është duke ardhur, ose për atë që do të jemi duke e pritur që do ta afrontojmë, që do ta përballojmë. Haleluja. Edhe ky mbret faktikisht vazhdoi udhën në krenarinë e tij, në mendjen e tij njerëzore, edhe pikërisht ashtu siç profeti profetizoi, ashtu ndodhi. Ky mbret nuk u kthye më kurrë nga lufta. Sepse ai tha që lidheni, burgoseni dhe jepni bukë dhe ujë të hidhur, thot, për të jetuar derisa unë të kthehem në lufta. Edhe ai thot që nëse ti do të kthehesh në lufta, do të thotë që atëherë Zoti nuk ka folur nëpërmjet meje. Edhe ndodhi që me të vërtetë Zoti kishte folur nëpërmjet atij burri që e kishte lajmëruar atë mbret, domethënë me mendje njerëzore dhe me zemër të ngurtë, që nuk i dha rëndësi fjalës së Perëndisë. Atëherë doja të lexoja edhe tek Ungjilli i Lukës, që të lidhim pak këtë temë, domethënë, nga kapitulli 14, të lexonim 5-6 vargje, nga 15 deri tek, deri te 24. Halleluja. Është një shëmbulltyr e gostisë së madhe, që të gjithë ne kemi lexuar shumë herë ndoshta nga ky vend këtu është predikuar kjo shëmbulltyr, por përsëri Zoti këmbgul që ta rikujtojmë vëllezër, sepse fjala e Perëndisë na kujton që kohët janë të mbrapshta. Edhe një nga të ftuarit si dëgjoi këto, tha, lum kush do të haj bukë në mbretërinë e Perëndisë. Po lexoj te Luka 14, vargu 15. Atëherë Jezusi i tha, një njeri përgatiti një darkë të madhe dhe ftoi shumë veta. Dhe në kohën të darkës dërgoi shërbëtorët e vet e t'u thotë të ftuarve, ejani sepse gjithçka tashmë është gati. Por të gjithë pa përjashtim filluan të kërkojnë ndjes. I pari tha, bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh. Të lutem të më falësh. Një tjetër tha, bleva një pendëqe dhe do të shkoj t'i provoj, të lutem të më falësh. Kështu edhe një tjetër thot, mora grua e prandaj nuk mund të vi. Kështu shërbëtori u kthye dhe ja dëftoi të gjitha të Zotit të vet. Atëherë i Zoti shtëpisë, plot zemrimi, tha shërbëtorit të vet, shko ndërsheshe në për rrugët e qytetit dhe sill këtu lypës, sakat, të çal e të verbër. Pastaj shërbëtori i tha, Zot, u bë ashtu si ti urdhërove, por ka akoma vend. Edhe Zoti i tha shërbëtorit, dil në porudh, përgjat gardheve, detyroj të hyjnë që të mbushë shtëpia ime, sepse unë do t'ju them se asnjë nga ata njerëz që ishin ftuar nuk do ta shijojnë darkën time. Edhe kjo fjalë vëzër që
Në këto kohë të fundit Perëndia ma ka vënë shumë me peshë në zemër, do me thënë që të kujtojmë këtë gostinë e madhe, sepse ne jemi ata që ushqejmë shpresën çdo ditë. Ne jemi ata që lutemi çdo ditë që Zot ma mbaj të gjallë besimin, ma mbaj të ndezur besimin. Ne jemi ata që kujtojmë njëri tjetrin, do me thënë që Zot, haleluja, ndihmona me njëri tjetrin, të ndërmjetësojmë për njëri tjetrin, të lutemi për njëri tjetrin, të mbështesim njëri tjetrin. Ne jemi të gjithë ata që kujtojmë fjalën e Zotit. Haleluja. Edhe pikërisht kjo shëmbulltyr po flet për ata që ishin të ftuar, ndoshta edhe ne jemi të ftuar vëllezër në gostinë e madhe. Haleluja, ne besojmë apo që jemi të ftuar në gostinë e madhe. Ne e besojmë apo jo që do të futemi në darkën e qingjit, haleluja, do të am darkë bashkë me të, më falni se na një mungojnë në shqip fjalë. Do të am darkë bashkë me të, haleluja. Por fjala nuk e merr me kaq lehtësi, do me thënë, këtë darkë. Edhe nuk është se vetëm ja shëmbulltyr, po disa herë shkrimi na kujton, do me thënë, që do të kalojmë në shumë peripecira derisa të arrijmë te ajo darkë. Derisa të arrijmë të futemi atje te ajo darkë. Do të kalojmë në shumë vështirësira derisa të arrijmë të futemi, të ulemi në tryezë me Zotin ton. Një herë që jemi ulur në tryezë me Zotin ton, nuk do të mund të na ngrejë më njeri vëllezër. Edhe Zoti do që të na mbaj të ndezur atë frymë që është brenda nesh, që ta mbajmë të gjallë atë shpresën, sepse në fund të fundit ne jemi shpëtuar në shpresë, vëllezër. Dhe shpresa që shuhet thot nuk është më shpresë, fjala e Perëndisë. Edhe Perëndia më njëherë përdor atë gjuhën e ashpër edhe për neve që jemi bi. Përdor atë gjuhën e ashpër për të gjithë bijtë e vet, domethënë, sepse për ata që Perëndia prekupohet më shumëti janë pikërisht delet që kanë pranuar sakrificën e qingjit, që janë larë me gjakun e qingjit, aleluja, edhe që po udhëheqin hapat e tyre drejt vijës së përjetshme. Kjo është një detyrë shumë e shenjtë, sepse ne jemi mësuar gjithmonë të themi që po jetojmë kohët e fundit, edhe është më së vërtet, sepse ato që janë shkruar në Bibël po ndodhin përpara syve tanë. As më pak, as më shumë, të gjitha që janë shkruar në Bibël, në Ungjillin e Mateut, në Ungjillin e Lukës, po plotësojnë gjithë për ditë përpara syve tanë. Edhe në këto ditët e fundit, këto eventet që po ndodhin në vendin tonë, në vendin tonë, në qeveritë tona, domethënë, ato që janë dekretuar, ato që janë profetizuar në fjalën e Perëndisë, po ndodhin përpara syve tanë. Domethënë, ligje të mbrapshta po dekretohen kundër vullnetit të Perëndisë, kundër fjalës së Perëndisë. Ligje të mbrapshta po dekretohen, edhe ky është vetëm fillimi. Haleluja, nuk e di nëse këtu kemi folur dhe një herë tjetër me sa mbaj mend që do të vinë ditët shumë shpejt që këto që ne po predikojmë do t'i shikojmë me sy, edhe jo vetëm kaq, po do t'i përjetojmë edhe në person, personalisht. Haleluja, nëse me të vërtetë zemra jonë ka pasionin për të shërbyer Krishtit, është e dhënë totalisht në shërbesën e Perëndisë. Haleluja, ne do hasemi me këto gjëra që ne ndoshta kohë më përpara kemi predikuar dhe sot po ndodhin përpara syve tanë, po dekretojnë ligje që në tërësinë edhe në brendësinë e tyre pengojnë ungjillizimin, pengojnë predikimin e fjalës së Perëndisë, ndoshta jo këtu brenda, por të shkojmë atje përjashtë dhe të kërkojmë që të kondividojmë, të ndajmë, të shpërndajmë ungjillin e Perëndisë. Haleluja, shumë njerëz do ndjen të fyer, sepse tashmë ka marrë udhën e ta të pjetës, çdo gjë. Tashmë çdo gjë po shkon drejt fundit. Edhe Bibla na tregon që në kohët e fundit thotë do të ndodhin gjëra të neveritshme. Prandaj Perëndia na kujton edhe me anë të fjalës që ne të vigjilojmë, të jemi vigjilantë, të jemi vigjilantë sepse askush nga ne nuk e di në as ditën, as orën që Zoti do të kthehet. Edhe ne presim me padurim atë kthim, sepse atje është e varur gjithë shpresa jonë. Ne nuk jemi të lidhur me gjërat e kësaj bote, me gjërat materiale të kësaj bote, por shpresa jonë është atje lart në qiell. Prandaj Perëndia do edhe sot ndoshta të na kujtojë që të mos flem si fle bota. Të mos flem si fle bota, por të marrim seriozisht, domethënë, të gjitha fjalët që na ka dhënë mësuesi Jezus Krishti, të gjitha ato fjalë që nëpërmjet tij u transmetuan nëpërmjet apostujve dhe profetëve dhe arritën deri në duart tona sot. Kjo parabol, kjo shëmbulltyr foli për një klasë njerëzish që u ftuan, haleluja. Edhe kjo klasë njerëzish nuk është çudi e madhe që mund të dalë edhe nga neve.
një pjesë e këtij numri mund të dalë dhe nga neve. Por Perëndia thot në mëshirën e tij të madhe, haleluja, thot vigjiloni edhe njëri mbi tjetrin, mbi veten tuaj dhe njëri mbi tjetrin, sepse siç thamë në fillim që nuk jemi thjesht besimtar personal individual për të shijuar dhe për të gëzuar atë shpëtimin që na dha Zoti, por të vigjilojmë edhe mbi njëri tjetrin. Haleluja, sepse jemi gjymtyrë të njëjtit trup. Prandaj të na japi Zoti hir vëllezër, edhe të haleluja, të mos humbasim orientimin, të mos humbasim shikimin tonë, sepse armiku do të sjellë në këto kohë të fundit shumë gjëra, do të sjellë shumë mundime, do të sjellë shumë pengesa, vetëm që të na heqë për qëndrimin, vetëm që të na vjedhë atë që është e çmuar në sytë e Zotit, atë kohën që edhe ne kemi vështirësi na njerë që ta gjestojmë ashtu siç në mënyrën e duhur, haleluja. E çdo gjë që ne kemi dhe çdo gjë që na është dhënë i përket Perëndisë vëllezër. Prandaj ta falenderojmë Zotin edhe në këtë mbrëmje që nëpërmjet kësaj shëmbulltyre, edhe nëpërmjet atyre vargjeve që lexuam tek libri i kronikave, mos të bijmë në atë graskën e armikut, haleluja, që të kërkojmë atë çka ne duam të dëgjojmë. Po që të përulemi përpara zërit të Perëndisë, të përulemi dhe të pranojmë atë që Perëndia ka vendosur në zemrën tona, të përulemi dhe të pranojmë vullnetin e Perëndisë, haleluja, sepse në fjalë është shkruar edhe që jo gjithkush më thret Zot do të hyjë në mbretërinë e qiellit, po kush bën vullnetin e Atit, haleluja. Dhe ta kërkojmë vullnetin e Atit, vëllezër dhe motra, në mënyrë që ne mos të mungojmë në atë darkë të shenjtë. Në mënyrë që asnjëri nga ne mos të ngelim mbrapa, asnjëri nga ne mos të mungojë në atë darkë të shenjtë. Haleluja. Kjo është ajo që Perëndia ma ka vënë në zemër, edhe akoma më shumë po ngulmojmë, domethënë që të kapemi më fort mbas profecive të kohëve të fundit, mbas atyre ndodhive që do të ndodhin kohët e fundit, sepse janë dhënë të gjitha për neve në mënyrë që ne të kuptojmë, haleluja, që jetojmë kohët e fundit, në mënyrë që ne të njohim kohët, haleluja, edhe mos të jemi akoma ashtu në atë qetësi, në atë fjetjen tonë, por që të zgjohemi edhe të kërkojmë të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Zoti na ka thirrur me një mision, vëllezër, haleluja, ashtu siç edhe vllai tash i parë që të na japi hir Zoti edhe të kemi vizionin që ai ka vendosur për kishën. Vizioni që Perëndia e ka dhënë për kishën e vet është që të shkojë edhe të kërkojë delen e humbur. Haleluja, nëpërmjet nesh, siç është treguar dhe te letra e Korintasve, Zoti ka bërë administrator, më falni, ambasador, që të paqtoj botën nëpërmjet nesh. Kështu që mos të ndruhemi, mos të vishemi me ato ndjenjat e turpit apo të frikës, haleluja, po të marrim guxim në Zotin ton, edhe të shkojmë të predikojmë Ungjillin. Të predikojmë Ungjillin nuk ka kuptim që ne të shkojmë edhe të predikojmë predikime siç bëhen nga foltori apo, por predikimi i Ungjillit është i lidhje me ungjillizimin. Haleluja, sepse Zoti na ka dhënë këtë të drejtë që të gjithëve pa përjashtim. Haleluja. Shkoni thotë edhe bëni dishepull. Në mbar botën predikojnë Ungjillin thotë të gjithë shpirtrave, thotë ai që ka besuar do të pagëzohet, do të shpëtohet. Dhe kjo është ajo që me të vërtet duhet të jetë qëllimi i kishës i vetëm në këto kohë të mbrapshta. Zoti të na bekojë vëllezër, ndoshta ka shumë për të folur, po që dua që me të vërtet i lutem Zotit që të na japi këtë vizion, edhe mos të trishtohemi, sepse Perëndia është me ne, thotë edhe i shenjtë i Izraelit nuk dremit kur. Halleluja. Le të jetë ai përpara nesh, të na udhëheqë me frymën e shenjtë, sepse na ka dhënë apostafat që të marrim forcë, të marrim kurajo, ashtu siç edhe dishepujt e morën kur u mbushën me frymën e shenjtë. Ata para se të vinte ajo ditë, domethënë ishin të frikuar, ishin të trembur, ishin të mbyllur me çelës, po kur Zoti Perëndiu ringjall, haleluja, ai u dhuroi fuqinë që erdhi nga lart. Haleluja, ai tha rini në Jerusalem derisa të jeni veshur me fuqi nga lart. Kjo është edhe ajo çelësi jon, arma jon e fuqishme, domethënë që kemi frymën e shenjtë brenda nesh. Nuk është se është një frymë që del edhe hyn, nuk është një frymë që trishtohet, ligështohet sepse ne jemi të dobët. Është pikërisht për këtë gjë që Perëndia vendosi brenda nesh, edhe nuk e vendosi për krah nesh apo pranë nesh, në mënyrë që në momentet e dobësisë ajo të na fuqizojë.
Në momentet e errënies ai të na ngrej. Haleluja. Në momentet kur ne kemi humbur atë shikimin, ai të na kthjellësoj shikimin. Lavdi jemi të Perëndis. Mirë dhe Zoti të na bekojë të gjithë. Haleluja.